Kjo është bifjala një prej luleve të Shkodrës, aromatike. Shikoni, nuk ka as ferra. Ka një ferë të vogël, por nuk ka e veçantë krejt. Është ndar nga jeta në moshën 91 vjeçare Adnan Muka, i njohur ndryshe si mjeshtri i luleve. Muka kishte një përkushtim të rrallë ndaj natyrës, ai e ktheu dashurinë për lulet në mision jete. Megjithëse në moshë të thyer, ai ishte aktiv, duke kujdesur për lulet dhe natyrën. Shneti dhe mosha nuk vlehen më me punu dhe kam ardhur të i seleksionu dhe kanë me disa. Po këtu ka 50 lloje bimsh. Mjeshtri i luleve dha kontribut jo vetëm në kopshtin e tij mbreslënës, por edhe në mjediset publike duke u kujdesur për gjelbërimin dhe lulet. Ai ishte gjithashtu një zë i vazhdueshëm për ruajtjen e traditës së kopshteve shkodrane, duke e paralajmëruar për paksimin e hapësirave të gjelbërta dhe rrezikun e humbjes së kësaj kulture. Shkodra humbi sot një dashamirës të natyrës, por gjurmët që la pas do të mbeten gjatë në kujtesën e qytetit.